Po, a shihni ndonjë dritje shile që mund të përmirësohen, të ketë gjasa që gjërat përmirësohen, se okej, problematikat i kuptoj, jam dakord, edhe pse do ketë shikues që do ndahen me kahe politike, se kështu ndodh gjithmonë në Shqipëri. Absolutisht. Ne më shumë, prandaj thash, kur nuk ishin kamerat të ndezura, unë jam më shumë qasje së liderit, çfarë di të bëj, më shumë se sa partjak. Se në fund të ditës asnjëra nga partitë nuk janë as mami dhe as babi im, nuk janë familja ime. Nëse lideri ka diçka për të sjellë, siç po diskutonim që hap vende pune, krijon shkolla të reja, përmirësohet mjekësia, siguria, të gjitha këto faktorët kyç të shtetit, atëherë ky është ndikimi më i madh që ti e do atë liderin, ti voton për liderin dhe ti do të qëndrosh në atë vend. Ju mendoni që ka ndonjë dritje shile që Shqipëria, se gjithnjë, edhe kur kthehemi, nuk e di a ju ndodh juve, por unë kthehem, gjithmonë më thon kthehu, tani ka ardhur koha të kthehesh, boll ndete, provove, ka gjithmonë një ngërç brenda vetes që nuk jam e bindur për momentin. Gjithmonë ka dritë në fund tunelit. Gjithmonë. Por ne shqiptarëve, sidomos të 35 vite fund, ka përfshi politika në mes. Si që the edhe veti, nëse ti krijon siguri, shkollë, shëndetin, rrugët që janë, ne përkërkojmë sot mas 35 vitesh, buk, rrugë dhe ujë. Kjo janë fatkeqësi. Kjo janë fatkeqësi. Tani diskutojmë tani në 2025 për një rrugë që po knaqemi, unë shkoj për gjyëti shumë atje në Texas. Po dhe mpyllt kamera asfalt. Mpyllt. E ne diskutojmë sot për rrugë. Më tha një politikan dikur nga viti 2017, tha pse merresh me politikë? Tha në punë je atje. Thash nuk di politikë, unë politikan nuk mund bëhem, se ne jemi mësuar me thjeshtësi këtu. S'mund bëhemi kurrë. Se ti ban 100 premtim, unë s'mund t'i bëj, se s'mund t'i bëj. Por politik u përfshiva për të rregulluar rrugën e shtëpisë time. Po flet për në Mirdit, po? Po. Si ka mundësi, tha, vetëm rrugën e shtëpisë tane? Po, thash. Nëse unë rregulloj rrugën e shtëpisë time, do të thotë që unë do rregulloj edhe rrugën tane. Të tregoj ty që unë e rregulloj dhe atë rrugë. Por këto s'kan rregulluar rrugën e shtëpisë vet. Më tha njëri dalë, pse nuk votove për këtë kandidatin? Po thash, ky s'ka qenë rrugën e shtëpisë vet. Si do rregulloj këtë rrugën time? Ja. Pra njeriu, ne sot do të votojmë jo për parti, do të votojmë njeriu. Qëse ky njeri ka vizion, ka një plan urbanistik, ka një plan ekonomik, ka një plan për sigurinë. Po jo ti e merr titrin e vendos aty, ky do të jetë kandidati. Po kush je ti që e vendos? Pra ne kemi ardhur në një vend që ne vlerësohemi për njerëz këtu. Kur do atje nuk vlerësohet për njeri. Do votosh këtë njeri, thot partia, po avashta. Ky njeri çka ka bën jetën e vet? Unë nuk di një politikan sot që është në parlament që mund të ketë qenë punëtor. Një që ka punu me lopat ose ka rregulluar diçka. Po thua përfaqësi ai ka qenë, po, ai nuk e kupton jetën e një fshatari. Nuk e kupton jetën e një bujku. Nuk e kupton jetën e një minatori. Ne kemi sot që doli fjala, kemi një protestë shumë të fortë që po mbahet në Spaç nga minatorët mirditor të një fabrike, kompani turke në Spaçin e Mirditës. Edhe Marshkas t'i mbështes, edhe do t'i mbështes deri ditën e fundit që ata të respektohen për punëtor, të respektohen për minator, nuk po kërkojnë diçka që është jashtëtoksore, po kërkojnë kushtet ma minimale. Si të punimet në tokë, sigurin, ti kishe punëtore minator që dilin aty, tha, unë bëj krysh për ditë, tha, nuk e dia dal gjallë. Me pagesat, me ushqimin. Kompania turke nuk ulet as për ti marrë parasysh këta, bile i ka prezant gjithë nga puna. Pra kush e ka fajnë këtu? Që nga bashkia e ka fajnë dhe shteti shqiptar. Ti nëse nuk mbron njeriu në punëtorin tanë, ai është nën kontraktor. Kompania turke në Mirdit, ose çdo kompani e huaj është nën kontraktor. Ato janë të varur nga shteti shqiptar, se ashtu është mënyra e sistemit. Pra shteti shqiptar do t'i mbrojë njerëzve vet. Këto janë votues të këtyre deputetëve.
Këto kanë votu këtë qeveri. Pra atin që se nuk e mbron këtë njëri për diçka të vogël që kërkon një jetë minimale. Unë nuk e kuptoj se ka dëmbroje. Kanë ngel rrugëve, të hangër bukë në pyll të atje para kompanisë, edhe s'ju jep asë një lloj mundësie e shpjegimi. Fare, vetëm thotë ju kam përzan nga puna, i ka përzan gjithë nga puna. Unë nuk e di se kush do i mbrojë, inshallah i mbron Zoti, s'e di. Janë hallka të një zinxhiri që ne sa më shumë po përmendim, aq më shumë po shtohen. Po si mendoni ju zoti Fran, çfarë mund bëjmë ne nga larg? Ka diçka që se ndoshta thelbi më shumë i intervistës është diaspora, çfarë mund bëj? A sillim dot në ndonjë ndryshim? Shiko, diaspora shqiptare, po që çuna dhe goca shqiptare që kanë marrë rrugën e emigrimit, kanë arrit deri diku dhe kanë përmirësuar jetën e tyre, të familjarëve të tyre. Unë mendoj, po flas nga eksperienca ime personale, që 90% e diasporës shqiptare, qofshin ato në Amerikë, UK, Gjermani edhe kudo nëpër botë, e vetmja gjë që i kërkojnë qeverisë shqiptare është infrastruktura. As edhe një gjë tjetër s'ma merr më që i kërkojnë shtetit shqiptar. Si kanë kërkuar autobus, as i kanë kërkuar dhe tren. Aty ke Shqipëria s'ka i tren, s'ka i tren, s'ka i tramvaj. Si kemi kërkuar as i sen rocket science. Infrastrukturën apo bëni rrugët popullit, bëni rrugën, ne s'kemi asnjë gjë në botë që kemi kërkuar shtetit shqiptar, vetëm infrastrukturën. Ata gjën më minimale nuk e bajnë. E ke parasysh? Tjetra është unë siç ta tregova atje jashtë zyrës, studios, unë punoj taksizi dhe kam pas rastin që të kem njerëz nga gjithë bota. Kam 26 vjet që punoj punë dhe mora një amerikan një herë, ka do kohë dhe më pyeti prika je, thashë I'm from Albania. Shqiptar. Oh, tha, shumë mirë, tha. Kam qenë në Albania shumë kohë më përpara, tha. A ka ndryshu? Thash ka ndryshu. Thash po kemi një qeveri, thash shumë të korruptume, i thash unë. Thash shiko, thash ja puna. Një qeveri tha vinë dhe shkojnë dhe zëvendësojnë, tha nuk do të rrihet gjithmonë. Tash s'po më kujtohet, a ishte Berisha, a ishte Rama atëherë në qeveri. Pak rëndësi ka. Mendoj që është njëri më mirë se tjetri. Po të kishte përmirësim do ishte dikush më i mirë. Eksakt, një prerje janë ata. Edhe punojnë bashkë ata, janë shokë, nuk bëjnë çdo si në parlament, nuk bëjnë jashtë. Edhe tha një qeveri tha që vjen tha për 4 vjet, 8 apo 16 që rrin në qeverisi tha, rëndësi ka tha që të punoje sadopak, ta ngrije pak vendin të bëjë ndryshim nga qeveria parë në qeverinë e dytë, domethënë të shikosh ndryshimin. Pra, a ka ndryshuar Shqipëria? Sigurisht ka ndryshuar Shqipëria. Por Shqipëria ka për neve që shikojmë me tjetër sy që po jetojmë nëpër botë, ja për shembull, ti ke vetë, ti sillesh tan ditën e lirë me makinë të bie herë goma në grop. Ti ndalesh te semafori. Ti respekton rregullat e qarkullimit rrugor. Pra, asnjë gjë në këtë drejtim nuk e shikojmë ne që ka ndryshuar. Vetëm që sa është bon edhe më e vështirë. A janë mundu me bon rrugë? Kanë bon rrugë. A janë mundu me ngrit pak nivelin e jetesës? Janë mundu. Pra, unë gjithmonë atë se fjalët e vjetra e ligjoj. Në qoftë se qeveria bën sado pak për shtetin, është për të përshëndet. Për aq sa kanë bërë i përshëndesin, po jam shumë dakord te pjesa mund të rregulluar rrugë, por është ndjesia e të fortit shumë protagoniste në për rrugët e Shqipërisë. Domethënë e dikujt që ecën me 200 km/h dhe vetëm javën e kaluar ndodhen fatkeqësi që nuk po dua t'i përmend se do kalojmë në shumë dramacitete. Kështu që është gjithmonë kjo epoka e të fortit akoma dhe në 2025. Pse ndodh kjo? Domethënë djem politikanësh, djem biznesmenësh, këtu nuk e përmendë shumë bukur. Janë të arritur, janë të suksesshëm, janë financiarisht mirë, nuk funksionon kjo ndjesia që babi im bën këtë, prindi im bën këtë. Në Shqipëri vazhdon funksionon dhe nuk ka ligj pra. Ne sikur pim një ujë të dreshit gazum mor kur shkojmë në Shqipëri. Se shiko. Unë kam pas rastin që të shkoj nga Londra, nga Anglia në Shqipëri me makinë disa herë. Fillon nga London ose Manchester apo kudo që jetojnë shqiptarët, po flas vetëm rastin e shqiptarëve të Londrës, a ke parasysh, nuk du por para se të them këtë që do them, po ta ilustroj pak se shoferët që kanë marrë patentën e Britaninë e Madhe, më falin gjithë emigrantat e gjithë Evropës edhe të Amerikës, janë shoferat më të mirë që ekzistojnë.
Unë jam instruktor, kam marrë shkollën për instruktor, me mësu njerëzit me makinë. Nga no vice drivers i thonë që s'ke prek ti morë me dorë, derisa të morësh patentën, të duhen 6 ditorë mësim. 6 ditorë mësim. Minimumi. Pa 6 ditorë mësim nuk bëhesh shofer. Pra, shoferët që kanë marrë patentën në Angli e kanë vërtet patentë të meritume. Pra, ne shkojmë nga Londra deri në Moriçan, i zbatojmë rregullat e qarkullimit na pik për pik. Tak, nalum semafor, nalum vijat bardha, nalu atje, respekto rregullat e qarkullimit, një minut ne që kalojmë Moriçan, është sikur me na spërkat ne me drogë ose me nej benzinë. Pse ndodh kjo? Euforia. Do të një përgjigje? Po, është euforia që t'jep veni sepse ti mendon se unë e paguaj policin. Unë e paguaj atë. Unë e paguaj këtë. Edhe polici shkret, unë kam shumë respekt për policinë shqiptare. Se kam pas rastin që të rrijet bëj muhabet me to. Janë çuna dhe goca fantastik. Nuk janë gjithë korruptum. Është gjinofi tokës me i fut të gjithë një thes. Janë vërtet çuna dhe goca shumë të mirë. Unë sa herë i takoj, flas edhe në një media që e kam timen të krijume, se s'po e bëj reklam këtu, a ke parasysh, që ju them, o polica shqiptar, gjobit një emigrantat, muë, Gasprit, ty, 1 milion lekë gjobën. Po pra shumë dakord. Jam shumë dakord. Pa atëherë emigrantët nuk më katojnë dhe ne jemi më katarë. Ligji. Ata nuk janë mirë. Shkojmë dhe ne bëjmë si ata, ku është shembulli që japim ne atëherë? Fare. Pra, ligji. Zero. Ne dalim prapë të diasporës. Mytë në gjobë, 1.000, futja 1.000 euro, pam. Të dalim prapë të pyetja jote, ç'a mund të bëjmë në diaspora për vendin tonë. Ne kemi bërë shumë. Mendimin kemi bërë shumë. Punë e parë kemi mbajtur familjet tona. Njerëzit tanë ku i kemi pas. Por prapë duhet bëjmë më shumë. Mram për shembull, ai ishte mram zoti Robert Lulgjuraj, që është kandidat për Kongres në Washington. Ai do të jetë një zë i fuqishëm. Ne me që kemi bëm mjaft për të mbajtur ekonominë gjallë në Shqipëri, se diaspora ka mbajtur ekonominë. Sa aty s'ke fabrika, s'ke ku do punojnë njerëzit. O je mësues o polic. Dy gjëra, s'ka tjetër gjë, nuk prodhon tjetër gjë në Shqipëri. Pra ne do të jemi një zë i fuqishëm, këtë djalin do ta suportojmë të gjithë. Që të kemi një zë të fuqishëm, ne boll kemi miqësi me kongresmena, senatora, po prap ato bëjnë deri diku. Kurse ky mund ta shtyje diçka vagonën, si thon në jargon, mund ta shtyje vagonën deri në një pikë më të largët se një amerikan, sepse e ndjen do ta bëje për Shqipërinë. Edhe më pëlqej shumë ai djali Imram. Entuziast. Ishte super. Po, ishte super edhe i urojmë shumë suksese zot Robert Lulgjuraj në rrugën e tij politike për drejt Washingtonit dhe të jetë një zë i fuqishëm. Ajo është detyra jonë. Është një zë që meriton të jetë në fakt, se ndoshta mund të shohim valën e ndryshimit. Ishte babaxhan, më pëlqej as mos. Ne duhet ju uroj suksese. Ne diaspora duhet ngrejmë zarin kudo që të na jepet mundësia. Si në lokal deri në Washington. Qëse një mik a dashamir që e kemi senator kongresmen, do t'ja shpjegojmë sa do pak, po do thush t'ja da dëgjojnë. Po si t'ja thush 100 herë da dëgjojaj, se thotë vërtet e pas kanë një problem këta. Edhe këto me ne kanë një marrëdhënie shumë speciale, amerikanët.